أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Në këtë video për të fjallë për dënimin e Allahut, kë e kopë dënimi i Allahut. Dënimi i Allahut e kopë atë që bën gjunohe. Dhe pa u pendu, dënimi i Allahut atë që bën gjunohe nuk e shën. O ju që keni bërë zino, pendonu të Allahut dhe ndani ato veprime amorale, për shkak se du të me pos pak morë njëri tërë për vetit. Nëse nuk dëshirën dikush me bo me motrën tona e me nonën tona atë sen, mos e bëj as ti. Zinaçor do t'i kollë zjarë e xhenemit, do t'i kollë. Atë shumë sa kanë mulut me doli jashtë, po me loqet zebanit që qunë me loqet e xhenemit, kanë mjëshit ujë dvërt me pi, kanë mulut që të ma ujë, kanë me qitë ujë dvërt me pi me loqet, edhe kanë një kodë zurë, edhe kanë mu ushtu, apet kanë mulut, apet kanë me pi. O jo që keni besuar, o musliman, ndalë një haramet e mdoja, ndalë në zinon, ndalë në kamotën, ndalë në vrasje, në shantazhimi dhe ndryshme. Sepse dënimi Allahut është i vërtet në këtë dynjo, se lemon atjetërën. E shenë si kalojnë për depresion, në për miliona pasuri i bojnë, edhe nuk ja din hokën, nuk i shijuj. Nuk si dhe mirë, nuk ka njerëzillëk. Pse? Se nuk e ki namazin, nuk e ki agjerimin, nuk e ki shahadetin, nuk e ki zekotin, nuk e ki hoxhin, s'ki sen, nuk ki shpirt. Po ki ves trup, ki ves lakmi. Shka dhëtë Allah subhanahu wa ta'ala? Ditën e gjykimit. Ditën e gjykimit Allah i kopë edhe i gjunë zhabë. Jo veçugu, për edhe neve hoxhëllot që nuk jemi për mas, mirë, e bojmë gjunohem shesi, e nuk i dolim hoku davetit tun, e bojmë davetin për njerëz, e nuk e bojmë për zët, e nuk e kontrollojmë njëtin. Por njëti i cili kontrollohet e din me mendje, aja është njëti pra, që ti e pëthu në fshesi, nuk ka nevoj të dëshruhet tash në njëtin tur. Kjo e vlen për gjithë muslimanët dhe vetëm. Se njëti çaj është, nuk spravon Allahu ma shumë. Me luftu ka pak, po, me luftu normal, mos mu fol shumë xhami, mos me bëj sejtë të gota të tjerë, por njëti çaj është. Sipas studimeve të mia. Kurse kjo do të thonë jep shumë shpresë të mëdha për njerëz të vetëm. Kurse ata që kanë bërë zino, që kanë vrarë, që kanë plagus, që kanë full maspine, që kanë me full maspine si me hongur mishën e gjollë të muslimonit bre. Mishën e gjollë të njëri dek, ka thonë profeti alayhi salatu wassalam. I të po full maspine. Normal më praktiku regla si bazenit, po o vllazni, o motra muslimone. Nëse bën zino, Allah s'ka me ta folë kur desat me ndosh. Edhe ka me stin gjenem, ka me dik. Që pëndojnë se rahmeti e Allah dhe shumë i madhë. Ditën e gjykimit, kër Allah del. Dhe i merë në pytje për namaz dhe për veprat e mira besimtarët. A i zinaçorët e papenduar dhe shirka gjitë, mos falësit e namazit. Shirkë është në koti me i madhë. Sepse a i tani nëllë për në namazër, a i tani nëllë për gjinohë e tjera, që ta është më kote me madhë, se është nuk duhet me legji, po me namaz njëri pastruhet, po edhe në vete buk falesht është minuje dhe Allah, për këtë dhe mire që ti ka dhonë, ves njëri po dollë më konë se se këpëtën këtë sen. Allah du të ishtin
ditën e gjykimit, zinaçorët, vrasësit, dhënuesit, njerëz me dy fytyra, ata që kanë folë mas shpine, ata që kanë kestrajtu njerëz, ata që kanë internu musliman, do të shten në xhenem. Dhe xhenemi do të thotë helmin me zid, ose ta komo. Dhe pastaj Allahu kur të mbush xhenemin, se xhenemi ka më mbush me njerëz, është sa ku me dit, shumë ma shumë se ke gjithësia e modhe. Dhe ka më mbush dhe zëcepi tina me njerëz. Edhe kam i thonë xhenemi alo ma shumë, du me thonë kam i thonë xhenemi, kam e dorë xhenemi alo ma shumë më mbush me njerëz. Edhe kam e thonë helmin me zi, do zëdo Allah komo. Dhere sa Zotit të shten komën e tina, të shten komën në gojë xhenemit, edhe thët xhenemi, kat, ja Rab, ndërprej e Rab, kry, e morë rëvesh që s'komo. Dhe të qëndrojnë aty miliarda vjetë. E të sot nuk të ndolin fare. E të t'ju rritën trupat që dënimi më shiu ma shumë, që emocioni më konë ma të mdoja. Edhe dënimi më shiu ma shumë, ajo nuk është jetim, po është vështirësim. E gjithë të argumente që i pruna, e mos më tut, me bo zino, me vran njerëz, me plagus njerëz, e me full mas shpine, e me luftu djetarë, e me luftu islamin. Kjo e veç njëri maj pabecë, për. Prandaj, o ju që keni besuar, o musliman, o njerëz të padishëm, o ateista, kthehen në rrugën e Allah, pendoni tek Allah, sepse Allah ju fol. Allah ju fol, po të mu pendu, me koj për atë gjuna, me koj ditë e natë për atë gjuna. Dhe shpesojmë që Allah ju fol. Shpesa shumë më dhe besimi është absolut. Prandaj të friksojmë me Allah të musliman, sepse kush nuk i friksohet Allahut me të vërtetë, mbeti dobët dhe me ndjelet. Sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah wa atubu ilayhi.